Po, informatën pra rastin e kemi pranuar ora 7:28 në mëngjes. Me njerë gjitha ekipet që kanë qenë në detyrë, po dhe ekipet tjera janë angazhu. Pra për momentin e kemi këto prej fillimit Brigadën Profesionale Zjarfikësve, Policinë e Kryeqytetit, ekipet emergjencës mjekësore të Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca, dhe deri tani pra po flasim është ora 12:25, që 5 orë jemi këtu. Dhe për këtë moment është zjarri është lokalizu. Për aspekte teknike do të fol edhe komandanti Mala. I kemi të blenduar, të them, 2 qytetarë, që kanë qëllu në banesën ku është. Një për tyre është fëmijë 5 vjeçar i cili është në emergjencë. Dhe gjatë intervenimeve janë edhe 5 zjarfikës që kanë kërkuar ndihmë, mirë po nuk janë lëndime, të them, të mëdha, po janë lëndime, të them, profesionale gjatë kryerjes së punës së tyre dhe ata gjithë janë trajtu nga ekipet emergjencës që janë në vend të ngjarjes dhe vazhdojmë ende me punën se si disheni edhe ju. Është shumë herët të flitet për shkaktarët. Procedurat janë se deri në lokalizohet fikët zjarri, pasandej ekipet e forenzikës, inspektori i hetimit të zjarrit do të dalë në vend të ngjarjes, që sot nuk mundet, por nga nesër dhe të shikohen se cilat janë shkaktarët e zjarrit, por shumë herët të flitet për shkaktarët e mundshëm që kanë shkaktuar këtë zjarr. Po, ju e dini që edhe para 2 vite, konë një njëjti rast, pro problematika që është në shurën e këtyre zjarrit është mbi ndërtime që janë të ndërtesa të mropa, dhe aty ka kthina shumë, sigurisht edhe izolimi e materialet e ndryshme që janë kriju tepër temperaturë lartë. Megjithatë tash për momentin gjithçka është nën kontroll, jena në përfundim e sipër të këtij zjarri. Megjithse ky lloj i zjarrit kategorizohet tek zjarret e mëdha, pra që don shumë kapacitete për të angazhuar personel shumë dhe sigurisht janë të vështira sepse dihet që është edhe në lartësi dhe janë nën kulma, të cilat ka kthina shumë të ndryshme, edhe temperatura krijohet shumë e madhe që e pamundson atë reagimin sikur të jetë një zjarr më i vogël ose në sipërfaqe të hapur. E përmeni edhe drejtori, pra 5 zjarfikës kanë kërkuar edhe ndihmë mjekësore, jo që janë shumë mëdha, mirë po nga temperatura e lartë mund të shkaktojë edhe djegje, edhe pse i ka pajisjet personale mbrojtëse, prapë mund të më ndikojë se temperatura është shumë e lartë që krijohet. Vështirësi, po shihet që ka vështirësi në këto objekte gjithmonë ka vështirësi. Kemi vështirësi për shembull edhe për rrjetën e hidrantëve, i cili nuk është i shtrim në këtë pjesë dhe zakonisht duhet më furnizu me ujë, me shku kamioni dikun tjetër në pikën ku është më të afërt për të futur gjithçka në kontroll. Por megjithatë unë prapë jam i kënaqur me krejt punën që është bën. Angazhimi ka qenë maksimal i krejt zjarfikësave. Mos harroj me falendëru që na kanë dhënë ndihmë edhe zjarfikësat e komunës së Lipjanit, e gjithashtu edhe këtu prezent i kemi edhe 2 ekipe të ujësillësit rajonal Prishtina, të cilët na kanë dhënë ndihmë me furnizim me ujë për me mujt me shumë krejt zjarr. Po, sipas protokolleve në mëngjes, gjithë banorët janë evakuar për ato 2 ndërtesave dhe ata do të kthehen pasi që të vlerësohet që nuk ka rrezik më. Për momentin gjitha ndërtesat janë të evakuara, janë të lira, në mënyrë që së pari të mos rrezikohet jeta e tyre dhe 2 që ekipet ta kenë më të lehtë gjatë intervenimit.